Domar, kjo është enciklika e parë e Papës Leoni XIV. Përse në këtë moment dhe përse çështja kryesore që shqyrtohet në këtë enciklik është inteligjenca artificiale? Edhe diçka mbi domethënien e titullit Magnifica Humanitas. Në fakt, kjo është në një farë mënyrë një paralajmërim që Papa Leoni XIV e ka bërë që në momentin kur u shfaq si Papa i ri i Kishës Katolike Romake në logjën e Shën Pjetrit. Pikërisht me marrjen e emrit si Leoni XIV, ai i parapriu një qasjet dhe një ballafaqimin që Kisha Katolike dhe krishterimi në përgjithësi do të kishte me zhvillimin e veta teknologjike. Ai mori emrin Leoni XIV pikërisht në nder të Leonit të XIII, i cili në fund të viteve 1800 ishte papa i parë i cili vendosi të përballej me zhvillimet atëhershme teknologjike, me zhvillimet atëhershme, revolucionet të ndryshme industriale. Ishte papa i parë që kërkoi e foli për drejtat e punëtorëve. Ishte papa i parë i cili foli për rreziqet që kanoste edhe atëherë një zhvillim teknologjik në të cilën nuk vendoste njeriu në çantat e vëmendjes. Në enciklikën e atëhershme Rerum Novarum, Papa Leoni XIII ballafaqoi pikërisht këtë natyrë problematikash në raport me zhvillimet atëhershme. Në nshemën e këtij pape, në një zhvillim dhe progres të jashtëzakonshëm teknologjik dhe po themi i botës së mediave, rrjeteve sociale dhe i softwareit, nëse mund të themi kështu, Papa Leoni XIV zgjodhi të merrte emrin e tij, zgjodhi të merrte emrin Leon pikërisht në nderën për kujtim të tij dhe në këtë moment nuk e pas gati më shumë se sa një vit nga papnia e tij, do të thotë nga instalimi i tij në pozicionin e Shën Pjetrit, atëherë ai zgjodhi që të publikonte këtë enciklik, e cila në një farë mënyrë të jep përgjigje të gjitha këtyre çështjeve, të gjitha këtyre temave, përparësive, po dhe rreziqeve që has një zhvillim i tillë teknologjik. Në qendër nuk është inteligjenca artificiale, po është njeriu, është humania, është humanizmi, ajo dhuratë e mrekullueshme e Zotit, të cilin duhet ta ruajmë sipas asaj që thot Papa Leon, mbi të gjitha në këto momente shumë kyçe, ku teknologjia mund ta tjetërsoj komplet përmes ndoshta asaj që ai e konsideron si transhumanizëm, pra ngjitjes apo lidhjes njerëzores me teknologjikën për të kaluar ca kufi, sepse ne jemi qenie në fakt që kemi kufi dhe pikërisht këto na bëjnë edhe të brisht, na bëjnë edhe të kemi mëshirë për tjetër, na bëjmë edhe ta duam, pra kufit që kemi. Ndërkohë që synohet përmes teknologjisë të inteligjencës artificiale apo liderëve të kompanive të mëdha që të kalohen këto kufi. Tani, si mund të ruhet sipas jush humania pikërisht në këto kohë? Çfarë duhet bëjmë, ku duhet shohim, cila duhet jetë përpjekja jonë në këto momente, por edhe në kohët në vijim që sigurisht janë sfiduese? Në fakt se vëmë re këtë strukturën prej 5 kapitujve të enciklikës, shikojmë qartë që aty në pjesën e parë, kur flitet për inteligjencën artificiale, flitet për inteligjencën artificiale si mjet edhe si potencial. Do të thotë, kur flasim që kemi të bëjmë me një mjet, do të thotë është inteligjenca artificiale në shërbim të njeriut dhe jo njeriu në shërbim të inteligjencës artificiale. Kjo është një qasje ose një dinamik të cilën Papa e ruan gjatë gjithë dokumentet dhe në fakt duke folë për AI në një farë mënyrë si mjet dhe duke folë si potencial, ai i nënvizon një qasje biblike dhe ungjillore që e mbizotron në marë krishterin, por besoj në të gjitha religionet e tjera ku në qendër të mbarë krijimit të asaj që ne njohim dhe takomi për ditë kush është vetë njeriu. Dhe në këtë aspekt ai thot që të qenurit të njeriu në qendër, pra njerëzimi madhështor, studitja e madhështisë së njeriu dhe gjithë çka brenda njeriu ka, është arma e vetme dhe dinamika e parë që nuk duhet humbet dhe duhet të kihet parasysh duke pas gjithmonë këtë do të thotë të vërtet absolute që pavarësisht besimit, pavarësisht bindjeve, pavarësisht vendeve në të cilat jetojmë, njeriu duhet ta shoqërojë. Dhe pasja e kësaj bindje ku njeriu është qendra e krijimit, është qendra e gjithësisë, qendra e universit, atje ai evidenton të gjitha rreziqet që janë automatizmat, mbrojtja
e vërteta, liria, kundër ideologjisë transhumaniste etj. Të gjitha këto janë rreziqe që kanosen kur njeriu largohet nga qendra vëmendjes. Në fakt, nëse jemi pak kujdesshëm me marr historinë njerëzore, fatkeqësisht është një problem gjithmonë që njeriu e ka hasë sa herë që ka përjashtuar njeriu nga qendra vëmendjes, do të thotë nga qendra e ekzistencës së tij, nga qendra e universit. Në momentin kur njeriu përjashtohet e mira e tij, e vërteta e tij, liria e tij, atij çfarë ndodh? Gjithmonë lindin diktatura, gjithmonë lindin sisteme totalitare, të cilat janë në fakt në dëm të njeriu. Dhe për papën kjo është shumë e qartë. Nëse ndërtojmë një sistem në të cilin njeriu nuk është në qendër të vëmendjes, atëherë gjithmonë do të kemi, edhe në rastin tonë ku kemi zhvillime masive teknologjike, mund të shndrohen në armë vdekjeprurëse.